Kjo o popull është prokuria e Tiranës, që po na çon drejt vetë gjyqësisë. I kom çu letër Arend Shelës, Suela Sollovacit dhe prokurorës së çështjes Esmeralda Keshi dhe oficerës gjyqësor Juliana Beqiraj. Juliana Beqiraj nuk më pret në zyrë fare, e kanë bo shtet rrëthim prokurinë e Tiranës. Kjo është prokuria e Tiranës, Arend Shela dhe Suela Sollovaci që po mbrojnë prokurorët e korruptuar. Esmeralda Keshin dhe oficerën gjyqësore Juliana Beqiraj. Unë i kom çu letra edhe ma përpara me prokurorët e tjerë, që hetimi mos të bëhet në prokurinë e Tiranës, por të bëhet në policinë e shtetit në Lundër, ku kom bë kallëzimin penal, se në prokurinë e Tiranës nuk kam besim, i kanë letrat gjithë në dosje. Për 2 prokurorët tjere pa të nqu në Lundër, kurse sa erdhi Esmeralda Keshi e ka bloku çështjen në prokuri dhe i kom çu letër, du t'i fus letrat edhe t'i shofi gjithë populli se çfarë bëhet. I kom shkruajt si shkoj të bëj takim me prokurorën Esmeralda Keshi, por Esmeralda Keshi nuk bën asnjë takim për mua. I kom kërku si të mbi çfarë është bo me dosjen time, ka prun vetëm, do t'i shikoni aty, ka prun është në verifikim, thot, kur të marroj do të bi unë gjithë letrat. Kanë kalu të gjitha fatet ligjore dhe nuk më kanë prun asnjë lloj përgjigje prokuroria se është ty afati, ose është ty afati, si mas ligjit si i kanë, nuk ka shu, po bot 3 vjetë e ca, prokuroria nuk bon asnjë lloj hetimi. Nuk më thirr fare, është e para prokurore e rrethit Tiranës që nuk na thirr në prokuri për çështje, as oficerja gjyqësore si e ka marr, biles për oficerën gjyqësore e ka marr vesh nuk e ka muin, kur shkojsha atje se nuk më tregojte edhe kush oficerë gjyqësore. E kanë bloku, nuk më merr as prokuroria, as Esmeralda Keshi, as kjo oficerë gjyqësore Juliana Beqiraj. Kjo është prokuria e Tiranës që po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Kom bo letër edhe ke avokati i popullit me datë 27/4/2026, i kanë çu vetëm një përgjigje në atë përgjigje qersherake që më kanë pru mu, ja kanë çu në avokatit popullit, si jemi në hetim. Ata i kanë kërku të gjithë, do t'i shifni që kanë kërku avokati i popullit, se do t'i vej këtu në video, gjithë të shofi populli, se kjo prokuri po na çon drejt vetë gjyqësisë. Mirë këto, po këto po çojnë ne edhe gjyqtarët e shkallës shkallës parë penale, po i çojnë ke vetë gjyqësia, se ato s'po japin. Të shik, ato e kanë kuptu edhe këto gjykata penale e shkallës parë, janë të ja kthy gjithë, po këto sa i ja kthej gjykata e shkallës parë, që në shkallë dytë, si mu vënu. Të shik, po ja kthejnë në këto gjykatat e shkallës administrative penale, nuk po japim kënë se që po bëhet. Prokuria e Tiranës është duke mbrojtur vetëm kriminalet e tokeve. Arekli Koçallarin,
si ka ardhë nga Piçki Some, se është bë me tokë në Petrel. Pa qenë banori fshatit Petrel. E ka Somi Sula, Edmond Gjafa, Makbule Miftari Saliu, Fitnete Saliu, edhe Mustafa Asmema, Prokuroria e Tiranës nuk ka bo as një lloj hetimi. Kjo është Prokuroria e Tiranës, Arançela Suela Sollovaçi, që mbrojnë prokurorën Esmeralda Keshi dhe oficeren gjyqësore Juliana Beqiraj. Kjo është Prokuroria e Tiranës që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Po mbron edhe kriminalët e ish komunës Petrel, bajaktarin e Petrelës Ylli Kupin dhe Hysni Kërçikun dhe topografët e komunës Petrel dhe kryeplakun e fshatit Petrel Ilmi Aga. Kjo është Prokuroria e Tiranës që nuk bën asnjë lloj hetimi. Nuk bën hetim edhe për prefektin e Tiranës Sadi Vorpsin, Jemin Komanin dhe Lindita Takun. Që po të kontrollohen të, do dalin gjitha që kanë bobë karris meje, këto individ. I kom qu me emra, me mbiemra, këto duhet të më kthejnë përgjigje për çdo emër si unë jam të përmendu. Do të më thotë, kemi bo këtë hetim. Nuk më kthejnë asnjë lloj përgjigje. Kjo është Prokuroria e Tiranës që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Për ne onajtën e popullit gjithë, për të rëzu këto kriminele, këtë qeveri që po mbron këto prokuror e këto kriminelët e tokëve në Petrel dhe në gjithë Shqipërinë. Prandaj, ne Prokuroria e Tiranës, Arançela dhe Suela Sollovaçi dhe prokuroria që ka çështjen time Esmeralda Keshi dhe Juliana Beqiraj nuk pyesin as për avokatin e popullit, që i ka çu shumë letra, do t'ju japen e letrën e fundit, do ta paraqes aty se çfarë bën. Nuk thën asnjë lloj përgjigje Prokuroria e Tiranës Arançela, se ja ka drejtuar Arançelës dhe Suela Sollovaçit dhe prokurorës Esmeralda Keshi dhe oficerës gjyqësore Juliana Beqiraj. Kjo është Prokuroria e Tiranës. Prandaj, çfarë do ne na ka njel popullit të thjesht i ka njel vetëm me shkrep, mu bo avni Rustem ne ndaj këtyve kriminelve. Prandaj do shkoj kjo gjë, se kjo nuk shkon me kaq. Do shkoj shumë keq, por mos të vi as policia e shtetit, as një qeveritar këtu ke dera shtëpis, mira dera shtëpis kur të bëhet vetë gjyqësia. Se këto po na çojnë drejt vetë gjyqësisë, nuk pyesin as për avokat populli, as për popullin si çojmë letra e bëjmë, nuk na thirrin fare, prandaj kërkojmë vetëm drejtësi. Jo vetë gjyqësi, se do bëhet një gjë se nuk është pa ndonjëherë në Petrel, e kom deklaruar këto. I kom lemruar si bajaktarin e Petrelës Ylli Kupin, edhe Hysni Kërçikun, edhe kryeplakun e fshatit Ilmi Aga, se këto i kanë bo për vete gjithë, nuk kanë lënë ferr e shkëm pa bë me letra. Dhe i kanë nxjerrë edhe mshitje se do t'i qes prap me, i kanë nxjerrë dhe do t'i nxjerrë prap,
që i kanë nxjerr, janë dunë me i shit para se me u bo një qeveri pa këto kriminella. Po këto do t'i vjellin të gjithë që janë të i bo këtit poplit të i vjeth. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Jo vetgjyqësi. I bëj thirrje ambasadëve në Shqipëri si ndodhen këtu, Europiane gjithë edhe ambasadës amerikane, kom quar letra dhe më kanë thirrë dhe duhet bëjnë përpjekje se ne Prokuroria e Tiranës Aren Çela dhe Suela Sollovaçi dhe Prokuroria e Qeshis Esmeralda Keshi dhe oficerja gjyqësore Juliana Beqiraj pa na qenë drejt vetgjyqësisë. Ju falenderoj shumë nga zemra, Zoti e shpëtoft Shqipërinë nga këto kriminela. O popull, mos u ndani vetëm në shesh, të gjithë për t'i rrëzuar këto kriminela se pa na qojnë drejt vetgjyqësisë. Faleminderit edhe gjithë populli shqiptar që po bëj një demonstrat shumë të mirë për popullin e thjeshtë. Faleminderit.